që na prek zemrën, historinë dhe identitetin, por mbi gjitha na bashkon. Na bashkon për të kërkuar drejtësi për komandantët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilat po gjikohen padrejtësisht në Hagë. Nuk jemi këtu për të mohuar drejtësinë, përkundrazi, jemi këtu për ta kërkuar drejtësinë. Nuk jemi për të kundërshtuar ligjin, por për të kujtuar botës se ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Nuk jemi për përplasje, po për të thënë me zë të lartë se historia nuk guxon të shtrembërohet, se lufta jonë e drejtë nuk guxon të baltoset. Ne kërkojmë që gjykimi të jetë i ndershëm, transparent, i bazuar në fakte e jo në gënjeshtrat serbo-ruse. Të mos ketë standarde të dyfishta, ku kriminalet e vërtet mbeten të lirë, ndërsa çlirimtarët mbahen në përqeli. Kërkojmë drejtësi, jo hakmarrje. Motra dhe vëllezër, sot këtë në këtë shesh, me zë të lartë themi diçka shumë të qartë. UÇK nuk ishte vetëm një ushtri. UÇK është zemra e kombit, është nderi ynë, krenaria jonë, historia jonë. Këto 3 shkronja të arta të UÇK-s Këto 3 shkronja të arta të UÇK-s janë gdhendur në shpirtin e çdo shqiptari. Nuk i fshin askush, nuk mund t'i njollos askush, dhe nuk i ul askush. UÇK-ja nuk lindi nga urrëtia, por lindi nga nevoja për mbijetesë. Të nderuar të pranishëm, ne jemi pasardhësit e një fisi që nuk është thyer kurrë, të Skënderbeut, Ismail Qemalit, Isa Boletinit, Adem Jasharit, Luan Aradinaj, Ismet Jashari dhe qindra e mira të tjerë që e mbajtën kombin gjallë, me gjakun dhe shpirtin e tyre. Kemi kaluar në përdhimbje, pa drejtësi dhe errësirë, por asnjëherë nuk kemi dërzuar. Dhe sa herë është dashur, kemi luftuar për identitetin tonë. Sa herë që ka qenë nevoja, ne kemi vdekur për njëri tjetrin dhe te njëri tjetri. Pa jemi një komb, kemi një gjumë, kemi një flamur dhe asgjë nuk mund të na ndajë. Dhe sot, nga zemra ime që mban plagët e luftës, po jo them me gjithë fuqinë time, liria nuk gjykohet. Lufta jonë ka qenë e drejtë, komandantët tanë meritojnë drejtësi e jo pa drejtësi. Dhe të gjithë së bashku, le ta kujtojmë atyre që guxojnë ta fyejnë UÇK-n. UÇK-ja nuk është një emër për të sharë. UÇK-ja është gjaku ynë, sakrifica jonë, historia jonë. UÇK, UÇK, UÇK. Të nderuar qytetarë, ne duke mbrojtur të kaluarën, duhet të ndërtojmë edhe të ardhmen. Ne duam Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, shtete të forta, të zhvilluara ekonomikisht. Shtete ku rinia nuk ikën, por ndërton. Ne duam shtete moderne, me institucione të forta, të integruar në NATO dhe në Bashkimin Evropian, të bashkuar rreth vizionit të një kombi të lirë, dinjitoz dhe të fuqishëm. Lavdi UÇK-s, lavdi dëshmorëve të kombit, drejtësi për komandantët tanë. Faleminderit. Gjithmonë, kur kemi pasur nevojë, trungu am ishte aty, krah nesh dhe mes nesh. Edhe sot ne ndjejmë dorën e ngrohtë të Momodheut, i cili vjen nëpërmjet veprimtarit të madh të çështjes kombëtare, zotit Hazgan Haklaj, të cilin e ftoi që të marrë fjalën.
Të dashur vëllezër dhe motra bashkombas, të dashur vëllezër dhe motra të një historie, të një gjuhe, të një gjaku, të një qendrese. I nderuar kryetar i veteranëve të luftës zoti Isni Kuçati, i nderuar komandant Davidi, Daud Aradinaj, i nderuar komandant Çeliku, Fatmir Limaj, i nderuar themelus i ushtrisë shërimtare të Kosovës, gjerë në fund të Shqipërisë në Sarand, në Sarandin e Çamrisë e në Çamrinë e Sarandës. Miq të nderuar, një rinis i madh thot, me shkronja bëhet alfabeti dhe me shkronja shkruhet kombi. Po të mos ishte alfabeti shqip, ne do të shuheshim. Ky është Papa Kristo Negovani. Dhe 3 shkronjat më të arta të alfabetit shqip janë UÇK. Respekt të miljoje për të gjitha ata burra dhe gra, gjebë dhe vajza, që dhanë gjën me të shtrejt, jetën për lirinë e kombit. Vëllezër dhe motra, kur bie burri dhe perëndon dielli, mbyllet dera, thoshte Konfuci lashtë. Dhe ashtu u duk që pas arrestimit dhe dërgimit në Hag të drejtuesit të UÇK-s, u mbyll dera e luftëtarëve të lirisë. Po kjo nuk do të ndodhë kurrë, sepse asgjë nuk mund ta prandoj diellin e UÇK-s. UÇK-ja është fotosinteza e kombit shqiptar. Ndaj sot të gjitha rrugët e trojave etnike të kombit shqiptar të sillnin tu në kryeqytetin Dardan, në Shkup. Këtu është së bashku me ne shpata e Gjergj Kastriotit, është Luçja e Nën Terezës, është pena e Samiut dhe Avdynit, është diplomacia e Ismail Qemalit, është pushka liberatore e Adem Jasharit, është pushka liberatore e Shkëlqen Haradinajt, është pushka liberatore e Tahir Sinanit. Prandaj askush nuk mund të njollos UÇK-n e lavdishme. Ajo me gjakun e saj nënshkroi lavdin më të madhe në historinë tonë, pas kohës së Skënderbeut, pas epokës së lidhjes shqiptare të Prizrenit, është epoka më e ndritur, epoka ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe në këtë betejë, ushtria shërimtare, ushtritë shërimtare kanë patur gjithmonë në akord plot Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Respekt e miljoje për alatin tonë strategjik SHBA-n, rroft kombi shqiptar, lavdivje për së ndritur të dëshmorëve të kombit, liri për shërimtarët, liri për shërimtarët, një komb, një histori, drejtësi për shërimtarët. Faleminderit shumë. Ajo është bia e një luftëtari që nuk u gjunjëzua edhe kur errësira i doli përballë. Dhe ai e mundi me zemër të zjarrt. Ftoi të marrë fjalën vajzën e Nuri Mazarit, komandant Strugës. Përpara jush, Shqipdona Mazari. Përshëndetje, të nderuar të pranishëm, shqiptar nga gjithë trojet shqiptare, nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia. Bashkëluftëtar të kujtesës son historike, familjar të dëshmorëve, invalid të luftës, veteran të UÇK-s, të rinë, motra dhe vëllezër. Sot nuk kemi mbledhur vetëm për të artikuluar fjalë, por për të rikthyer në vetëdijen tonë të përbashkët një kapitull të shenjtë të historisë sonë. Jemi mbledhur për të kujtuar, për të nderuar, për të dëshmuar me dinitet atë që koha nuk e zbe kurrë. Çdo fytyrë këtu është gur themeli i lirisë sonë, çdo zemër re me të njëjtin ritëm, ritmin e sakrificës, qëndresës dhe lirisë së fituar me gjak. Ndaj unë, si bidëshmori, qëndroj sot para jush me një emocion që është njëkohësisht nder, përgjegjësi dhe plagë pashërueshme.
Emocioni im është simfoni krenarie, dhimbje, një ekuacion i ndjeshëm që lidh gjakun e të rënave, me detyrën për të... Faleminderit. Me detyrën tonë për të artikuluar të vërtetën historike dhe juridike. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të gjitha ata që u rrështuan në anën e drejtë të historisë, nuk luftuan për privilegje, poste apo lëvdi të reme. Ata luftuan që asnjë nën shqiptare të mos e fshihte fëmijën në sqetull nga frika e zhdukjes, që çdo fëmijë i Kosovës të kishte të drejtën elementare të qenit i lirë në vendin e tij, që kombi ynë të mos shëndërojë një statistik harrese. Por sot, ata nuk janë në llogore, ata janë në një sallë gjyqi të largët përballë akuzave që historia e këtij kombi njeh si anakronike, të drejta, të padrejta dhe thellësisht të pamerituara. Ne kërkojmë një drejtësi subnative, të pakontestueshme, të balancuar dhe të pandikuar. Një drejtësi që e njeh kontekstin, sakrificën dhe të vërtetet e madhe të kësaj lufte. UÇK-ja nuk ishte ushtri pushtimi, por ishte ushtri çlirimi. UÇK-ja nuk ishte ushtri krimi, por ushtri e lirisë dhe e dinjitetit. Hashim Thaçi, një nga figurat kyçe të luftës dhe të shtetërtimit të Kosovës, u privua nga liria në kohën kur mbante ende titullin më të lartë. UÇK-ja ishte shtylla kurrizore mbi jetesës sonë, ishte dalja jone e fundit nga humnera e shfarosjes. Ishte përgjigjja e një populli që nuk pranoi kurrë zhdukjen, dhe ata që udhëhoqën këtë lëvizje nuk ishin kriminal. Ata ishin mbroja fizike e një kombi të tërë. Ne jemi ata që u përballen me brutalitetin sistematik të regjimit serb. Ai regjim na goditi, na shtypi dhe u përposhtë na zhdukte, por ne sot jemi këtu. Sot jemi dëshmi e gjallë se gjithë ata që u munduan të na shtypnin, ne qëndruam besnik dhe të fortë, ndaj jemi këtu. Drejtësia e humb moralin atëherë kur harron rënjët e së vërtetës, ndërsa e vërteta e humb fuqinë kur lejon të shtrembërohet nga paragjykimet. Kosova që ecën sot me kokën larë ndërkombë, Kosova që zhvillohet e afirmohet, është testamenti gjallë i sakrificës së tyre. Historia nuk mund të shkruhet pa e dëgjuar dhimbjen e viktimave. 5 vite para burgim, pa aktgjykim përfundimtar, për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe gjithë bashkëluftëtarët të tjerë, janë dëshmi se ajo që po ndodh nuk është drejtësi, por është një ndëshkim politik. Dhe si të mos mjaftonte bara e padrejtë e viteve në paraburgim, shumë prej tyre u privuan edhe nga liria më themelore njerëzore, e drejta për t'i dhënë lamtumirën e fundit më të dashurve të tyre. Hashim Thaçi humbi baban, Kadri Veseli humbi të dy prindërit, Hysni Gucati babajnë e tij, ndërsa Nasim Haradina i vëllan. Pa mundësin që t'i përqafonin për herë të fundit. Kjo nuk është thjesht dhimbje personale. Kjo është një plagë kolektive në ndërgjegjes sonë kombëtare, një kujtesë e hidhur se sakrifica e tyre vazhdon edhe sot. Ne nuk shohim sot nga dobësia, por nga plagët që ende pikojnë. Nëna që u shuan pa parë djemt, baballarët që vdiqën pa lamtumir, bitë e UÇK-s që mbeten larg varreve të prindërve. Dhimbja jonë nuk është një thirrje politike, ta dinë gjithë këtu e gjithë kombi, e gjithë shqiptaria, e gjithë popujt e Evropës, është zë i zemrës së një kombi që nuk harron. Ne nuk kërkojmë privilegj, nuk kërkojmë amnisti, nuk kërkojmë lehtësi për padrejtësi. Ne kërkojmë drejtësi të pa kompromis, të pa anshme, të bazuar mbi prova. Precedent ndërkombëtar dhe kontekst historik. Drejtësi që njeh se mbrojtja e jetesës dhe dinjitetit nuk është krim, por e drejtë elementare e çdo populli, ashtu siç ishte edhe drejta jonë. Burrat që dolën sot, i dolën zotat dheut, po përballen
përballen me tribunalin ndërkombëtar, por ne besojmë se e vërteta historike dhe juridike do të triumfojmë mbi paragjykimet dhe narrativat e manipuluara. Drejtësia që të jetë drejtësi e vërtet, nuk mund të shkelet nga paragjykimet ideologjike, por nuk mund të shkelet as nga interpretimet selektive të fakteve mbi popullin ton. Narrativat e manipuluara që synojnë revizionimin e historisë shqiptare, ndaj drejtësia nuk mund të harroj parimet e proporcionalitetit, nevojës dhe legitimitetit të përdorimit të forcës sipas standardeve ndërkombëtare. Shqiptaria ngrihet me integritet, maturi, mençuri dhe mirënjohje të përjetshme ndaj krereve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndej respekt dhe drejtësi për gjithë krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që sot në Hag po mbrojnë sërish jo vetëm veten, por lirinë e një kombi të tërë. Liri për Hashim Thaqin, liri për Kadri Veselin. Kërkojmë liri për Jakub Krasniqin, kërkojmë liri për Recep Selimin, liri për gjithë çlirimtarët. UÇK! Faleminderit. Faleminderit Shqipton. Ai qëndron sot mes nesh jo për lavdi, po për kujtim. Për të na kujtuar se liria ka gjak dhe ka amanet. Ai është zëri i atyre që mbrojtën Kosovën jo vetëm me jetë, po edhe me gjymtyrët e tyre. Ftoj të marrë fjalën kryetarin e OVL UÇK-s, Zoti Hysni Kucati. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalid, veteran të dy luftra të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ushtrisë çlirimtare kombëtare, i nderuari Zoti Ali Ahmeti, i nderuari General Daut Radini, i nderuari Fatmir Limaj, i nderuari Xhevair Geci, i nderuar qytetar, mbar, shqiptar, ka jeni ku jetoni dhe veproni, i nderuar mërgat. Sot ne jemi mbledhur këtu t'ju tregojmë ambasadave të huaja që gjenden në shtetin e Maqedonisë së Veriut se ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë ushtri çlirimtare e cila mbrojti kombin e vet, vendin e vet dhe qytetarët e vet. Ne sot jemi këtu për ta ngritur zërin si çdo protestë. Kjo protestë e fund vitit që është sot në Shkupin e shqiptarëve, apo mu të thëmë në Shkupin e Hasan Prishtinës, Skënderbevt, tu kemi për para shtatorës Skënderbevt, i cili na bashkoj, edhe në vitet më të hershme, edhe sot ne u bashkuam si gjithë shqiptarë që e din të bashkohemi për njëri tjetrin. Kjo gjykat e formuar nga një njeri i çmendur, i cili në vitin 2011 ngriti një rezolut në Parlamentin e Evropës, në Këshillin e Evropës, se gjëja ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë krime dhe ka jek organe njerëzore në Shqipëri në një shtëpi të verdhë. Me siguri se shtëpia si objekt ekziston, po spital shtëpia s'ka qenë. Dhe ne sot me këtë numër kaq të madh të vëllezërve dhe motrave që janë këtu sot dhe në gjitha protestat e kalume i tregojmë drejtavillove se ushtria çlirimtare e Kosovës boron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne. Ne sot kërkojmë drejtësi, jo drejtësi politike, aja gjykat ma shumë është drejtësi politike dhe ju ngjan gjykatav të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Kjo gjykat sot merret me fakte të falsifikume, fabrikume, të cilat fare nuk qëndrojnë. Unë isha vetë dëshmitar në atë gjykat ku isha burgosur, unë edhe shokët e mi me Nasim Aradinin dhe shumë të tjerët. Ne dim si që ka kemë dëgjuar ato, gjitha ato gënjeshta rrena nga ta dëshmitar, të cilët trupin e kanë Kosovë, kokën e kanë në Serbi. Unë edhe njerë thëmë,
kërkojmë që kjo gjykat tjetë gjykat e mi fitle Evropa, mos t'ja ve faqen e zez vetës me ata njerëz, me ata prokuror dhe gjyqtar që në do prapa. Evropë si bëjmë thirrje të bëj një drejtësi të drejtë. Ne thëmë dhe në fillim nuk kërkojmë elmosh, po kërkojmë drejtësi të mirë fill. Rënoft ushtria qëllimtare e Kosovës, lavdi gjithë dëshmorët komit. Faleminderit e respekt pa fol. Faleminderit zoti Gucati. Në vazhdim të nderuar të pranishëm më lejoni. Këngët e tij e bën historinë që të flas. E bën sakrificat të dëgjohet edhe sot. Ai këndoi i liris edhe kur ishte më së rëndi. U këndoi i heronjve dhe zëri i tij është amaneti i gjallë. Zonja dhe zotrinj. 3 breza në një këngë për të çlirimtarët. Më lejoni që përpara jush të ftoj më të madhin Alte Shaqirin, Korap Shaqirin dhe Ilir Shaqirin. Gjithë ka në përbot së i plasur si këmban mbi glopstinët dine shkojnë kur sum po shpirti dardan burak dritur zemër bardh kur shepallat sjupin poshtë plot bes shekuj mbajnë mbi shpinë për një kom që kur nuk sos se na kanë valli për qakur dhe veteja për këtë tokë në për plumba janë për plakur rresë ngriti një epok nuk kanë pikur jo nga qielli as nga toka nuk kanë dalë pare pisi kanë dardanët, emrin e kanë shqirimtar. Ishin burtë, mbarë mi vetu, besën vetën, mikut mirë, me uafik zjarit në butër, trotuoj me tuke qilë. Janë të urte, të turueshen një damare, ka një lnak, me u ashtru shlirinë dhe jesive tima, të ndezin plak. Se na kanë valli për qakur, nga veteja për këtë tokë, në për plumba janë për plakur, rresë ngriti një epok. Nuk kanë pikur, jo nga qielli, as nga toka, nuk kanë dalë, pare pisi kanë dardanët, emrin e kanë shqirimtar.
Na kanë dalli për qakur, ndër beteja për këtë tokë, në për plumba janë për flakur, rres që ndriti një epokë. Nuk kanë pikur, jo nga qielli, as nga toka, nuk kanë dalë, pare pisi kanë dardanët, emrin e kanë shqiptar. A i vjen nga një historish beteja është të mëdha. Beteja të drejtësisë, të lirisë e të dignitetit. Edhe sot, edhe pse koha ka ndryshuar, shpirti i tij luftarak nuk ka humbur. Ai jeton me çdo njeri që refuzon padrejtësinë dhe që nuk pranon të ullë syt kur ka të drejt. Lejoni që të ftoj për para jush një nga themelust e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ish komandantin e përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare kombëtare, Zotin Ali Ahmeti. Vëllezër e motra, të dashur bashkëluftar e bashkëveprimtar, shumë të dashura familje dëshmorëve, shumë të respektuar, e të respektuara invalid e invalide të luftës. Jemi mbledhur sot në sheshin Skënderbej, në sheshin e këtij burri që u bë dik për kufit e Europës, që Europa të mos pushtohet nga Osmanët. Jemi mbledhur sot këtu, afër Hasan Prishtinës, Pjetër Bogdanit, Nexhata Gollit, për të treguar se Hasan Prishtina u vra mu pjekërisht për liri të kombit dhe vetë. Pjetër Bogdani i dha dije e filozofi Europës. Nexhata Golli rrezgjimi e pushkatoi si ministër vetëm e vetëm se kërkoi liri, drejtësi e barazi për popullin e tij. Dhe tani sot ne nuk themi që Europa na kishte borxh, por themi Europë, Amerikë, NATO
falënderit që filozofin e veprimtarin të njerëzve të matë mëdhej të kombit ton na i shpërblyet në përkrahje të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe në ndërprerje të gjenocidit të mëtejnë të shqiptarëve të Kosovës. Prandaj, jemi mirënjohës General Clarkut me dëshminë e tij të pamohueshme dhe të pakontestueshme. Jemi mirënjohës zëvendës sekretarit shtetit James Rubin, si dhe ambasadorit që punoj shumë në rajon për paqe e stabilitet, zotit Christopher Hill. Vëllezër e motra, nga ky shesh po i drejtohemi edhe Europës. Unë i takoj lëvizje studentore të vitit 1981. I takoj asaj lëvizje që nuk kërkonte t'u amorë dhe mohoj lirin të tjerëve, por liri e drejtësi kërkonte për shqiptarët. Shpërblimi ishte tortura, vrasje, burgosje, gjakosje, njullosje të televizjes, të rinji studentore të shqiptarëve nga regjimi i Beogradit, me fyërjet më të mëdha, terrorist, kriminal, bandit, e çka është më e keqja thuashte kundër lëvizjes studentore. Vazhdoi tërë shtypi me vitet. Çdo shqiptar që kërkonte drejtësi e barazi, njulloseshte e gjakatoseshte. Ne besojmë tek drejtësia. Ne jemi ata të cilët vëzhgonim çdo lëvizje në hapësira shqiptare, me të dalë njësitet e para të rezistencës. Doli qëndrimet nga më njerëzore të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Se ushtria do të respektoj të gjitha konventat ndërkombëtare mbi luftrat. Respektoj vendimin se një ushtri guerile duhet të dallohet dhe vendosi simbolin e vetë që e dallonte. Se kush është ushtria qëllimtare e Kosovës? Rregull ndërkombëtar e respektuar nga ushtria qëllimtare e Kosovës. Ushtria qëllimtare e Kosovës dënonte çdo veprim fashist, çdo veprim kundër popullatës civile. Ushtria qëllimtare e Kosovës është palli veten ushtri e popullit vullnetare që lufton për lirinë e popullit të vet. Është një vërtet e madhe që objektivin final nuk e arritëm për të ndërtuar hierarhinë. Prandaj, nuk do deshëm që akuzat që bëhen
për shpinë e verë, akuza që bëhen për ndërmarrje të përbashkët kriminale, të njullosin historinë e luftës çlirimtare, e bive e bijave, më të mirë të kombit shqiptar. Ky proces duhet të marrë epilog të pafajësisë, sepse Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe ushtarë që ndodhen pranë këtyre grillave akuzohen për vepra të pabëra. Të tërë procesin e kemi përcjell. Mbase na dridheshte lëkura në shtat kur dëgjonim akuza që ne na i kishte bërë Beogradi e Moskva si terrorist, kriminele, bandit. Ne kemi dashur lirin, po jo duke u amohuar lirin popujve tjerë. Ushtria jonë nuk ka qenë kundër asnjë populli, as popullit sërb. Demonstrata e sotme nuk është kundër shtetit të Maqedonisë, sepse mu këta që ndodhen në këtë gjykatë kanë kontribuar në stabilitetin, në paqen, në ardhmërinë pikërisht të këtij shteti, sepse kanë qenë drejtues të institucioneve të rëndësishme, president, shteti, kryeministra, kryetar kuvendi, dhe sigurisht me dhjetra e qindra marrëveshje kanë hedhë firmat për një Maqedoni më të prosperuar. Dhe jo të friksuar nga ushtria shlirimtare e Kosovës, as nga ushtria shlirimtare kombëtare, as nga këta që dalin dhe janë të prezent këtu me plagë në trup. Këta nuk kanë luftu kundër asnjë populli, por për lirinë e drejtësi e pavarësi të shtetit të vetë. Sot Kosova jonë është e pavarur. Sot Kosova kontribon për të patur një marrëdhënie më të mirë mes shteteve të rajonit. Andaj, pafajësia kërkohet nga ky shesh i Skënderbeut, nga ky shesh i Hasan Prishtinës, nga ky shesh i Nexhat Agollit, që braktisit gjithë shka dhe humbi për gjithmonë, vetëm e vetëm që shqiptarët të kemë barazi e drejtësi. Nga ky shesh i Josif Bagerit, që nuk dihet se ku i ka eshrat, pikrisht ato regjime që sot po përsëriten nga anti-shqiptarë më të mëdhenj. Zhduket Josif Bageri, zhduken shumë advetarë e çlirimtarë duke zbatuar. Politika të Nikola Pashiqit se të pabindurit vrisni të pabindurit. Kështu veproi edhe Miloševiqi, vrisni shqiptarët, dhe kjo me shumë kompetencë u deklarua nga general Clarku kur e pyet, sepse Miloševiqi kërkon që ai ta zgjidh problemin me shqiptarët.
dhe në pyetjen e general Clarku si do e zgjedhish problemin, si gjithmonë si i kemi vra, do i vrasim përsëri. Kjo është politikë fashiste, naciste, e ta quam si të duam, kur përpara një generalit të NATO-s Miloševići thot, dimnje si i rregullojmë shqiptarët, do i vrasim që të gjithë. Këta djemë, këta njerëz, ta luftëtar, ta bashk luftar tanët, nuk janë përgjegjës për vepra që nuk i kanë bërë. Janë angazhu e luftu për lirin e popullit vetë dhe për t'ju kundërvu politikave shfarose të Miloševićit. Prandaj, ne kërkojmë drejtësi për shlirimtarët, sepse libri i verdh është me na shkele, me na mohu historin më të re e më krenare e më të fortë të shqiptarëve, historinë e ushtrisë qërimtare të Kosovës, historinë e shtetit të pavarur të Kosovës, se na qenë ka bërë shtet me luft e angazhim të kriminelve. E tërë koncentrimi është aty, që djemë ushtarët dhe këta drejtues të shtetit të pavarur të Kosovës akuzohen për vepra të pabëra. Prandaj kërkojmë nga trupi gjykues, ata janë pjesëtar të popujve që kanë luftu edhe vetë për lirin e popujve të vetë. Trashëgimtar të atyre janë pjesëtar që kanë luftu e punu për demokraci. Ata janë patriot, prandaj udhëheqësit e Kosovës duhet t'u jepje mirënjohje e lavdat nga kjo gjykat dhe jo të dënohen për vepra të pabëra. Rof populli shqiptar, lavdi të rënëve për liri. Faleminderit shumë, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në këtë demonstratë. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që edhe njerë në emër të Këshillit Organizativ t'ju falenderoj për prezencën tuaj, që t'japim zërin e fuqishëm nga sheshi i Dardanisë së lashtë. Çlirimtarët duhet nderuar dhe jo gjykuar. Mirupafshim në thirrjet e